Pra, lexojmë dhe njerë me edukatoren historinë e muajit. Muajt këtu, Alkis, ulo. Lexojmë dhe njerë historinë e muajit me edukatoren. Bravo. Lexojmë historinë e muajit që titullohet. Kush e mban mend historinë e muajit si titullohet? Thojni të gjithë, si quhet historia e muajit? Bravo, edhe një herë. Bravo, pra e themi të gjithë? Prita edukatore një minutë. Ndaloni pak sa thot Rajla. Jo molla e para. Kush ma thot? Bravo, Amelia, Iriqi dhe pra edhe njërë mbani mend. Iriqi dhe molla. Atëherë, dëgjojmë edukatoren, e fillojmë si duhet të lexojmë historinë me figura. Si duhet ta lexojmë edukatoren historinë me anë të figurave. E para, shikojmë. E para, dëgjojmë pak. Një mëngjes, Iriqi u nis për të kërkuar ushqim. Bravo. U nis për të kërkuar ushqim. Ec dhe ndaloi. Bravo, poshtë një peme me moll. Bravo, dhe pa, bravo, prit, pa shumë moll në tokë. Dhe si sa, o sa shumë moll që ka. Kush I kishe hedhur mollët në tokë? Era. Dhe pasi pa mollët sa, do ha dhe do ngopem. Gjeli, mos vërtit, do ha dhe do ngopem. Dhe mori një moll, shojmë edukatoren, dhe filloi të hante. Mori një moll dhe filloi të hante. Mirë po, duke ngrënë, I shkua në mendje kush? Shokët e vet. I shkua në mendje shokët e vet. Dhe si tha kur I shkua në mendje shokët e vet? Që po hante moll. Edhe ata nuk kanë për të ngrënë. Ti çoj, mos për ti Gjojli, ti çoj dhe atyre moll. Mirë po, që ti çonte moll, un jam I Bravo Bilkiza. Un jam I vogël ta Bilkiza, bravo. Dhe në gojë mbaj vetëm një. Atëherë, si mendoj të bënte, mos për ti Gjojli. Atëherë si mendoj të bënte? U rrotë se që dhe zgjuar, u rrotu. Dhe nguli mbi shpinën e tij. Shumë moll. Nguli mbi shpinën e tij, shumë moll. Po, shikoj me edukatoren këtu. Pra rrotullua dhe nguli mbi shpinën e tij shumë moll. Dhe ngarkoi shumë moll. Ece dhe u afrua ku? Tek shokët e vet, mos për ti Gjojli. U afrua tek shokët e vet. Dhe si e pan shokët qa bën? Morën të gjithë nga një moll dhe filluan të hanin. Iriqi shikonte I gëzuar. Si venduan që nga ajo ditë të vepronin Iriqët e tjerë? Që edhe ata, kur të kërkonin ushqim, do të merrnin edhe për shokët. Bravo. Qa kuptojmë me këtë histori? Duhet të mendojmë vetëm për vete, apo edhe për shokët? Bravo. Mbajni mend tash historinë. Bravo. Edhe sot kemi në sim një vjersh që flet për Iriqin. Do ta recitoj edukatorja e para, pastaj do ja mësoj juve dhe në fund do bëjmë pyetje rreth saj dhe do të zgjedh 2 apo 3 fëmijë që e mbajnë mend më mirë vjershën. Fillova unë e para. Neve kemi titulli vjershës është Iriqi. E themi gjithë titullin? Iriqi. Edhe njerë? Iriqi. Dëgjoni tash. Neve kemi një Iriq, rumbullak e shkurta biç. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet hop, hop, hop. Ai është gjëmba. Kur e shkel të dhëm këmba. Po të ngasim pak me shkop, zë e hidhet hop, hop, hop. Tani, kujdes, nuk bërtasim, kujdes, sa edukatorja. Atëhere, do t'ju pyes edukatorja tani.
I Riçi, si ka të mbuluar trupin? Me çfarë ka të mbuluar trupin I Riçi? Bravo, me gjemba. Pra, ato I ka si ashtu mjete mbrojtëse që mos ta han kafshët e tjera. Sepse dhelpra e ka qef shumë mishin e I Riçit, dëgjojmë, dhe ajo ka frikë I Riçi vetëm nga gjëmba, nuk ja afrohet dot sepse po ta afrohet I ngelen gjëmbat ke goja. Dhe e kafshon vetëm ke barku. Prit. Ç'a bën dhelpra? Dhelpra, dëgjojmë pak edukat. Ç'a bën dhelpra që ta haj, se shumë dinake, që ta haj I Riçin, dëgjoj këtu me Dina. Ajo ç'a bën? Ja afrohet, e shtyn me këmbë drejt ujit, se I Riçi ujin e ka frikë. Dëgjoni? I Riçi ujin e ka frikë, nuk e duron dot. Dhe ç'a bën ajo? E shtyn me putrën e saj deri ke pellgu I ujit. Dhe I Riçi që të mbrohet se ka frikë do të eci, hapet, sepse ai mblidhet si top, rrotullohet që mos ta haj dhelpra, ti ngelen gjëmat ke goja. Dhe ç'a bën? Ajo e shtyn me këmbë deri ke pellgu dhe I Riçi nga që ka frikë ujin, fillon dhe hapet për të ecur, për të ikur nga uji. Dhe ç'a ndodh? Në vend që të shpëtoj, dhelpra e kthen me këmbë nga barku dhe e kafshon ke barku. Vetëm breshka. Dhe e ha ke barku, jo, themi për I Riçin tash, jo për breshkën. Pra e ha ke barku, po, vetëm breshka noton. Dhe sapo e kafshon ke barku, ajo ja heq pasaj dhe ato gjëmbat një nga një dhe e hap gjithë I Riçin. Prandaj I Riçi gjithmonë mbrojtjen e ka sepse mblidhet si një top që të jetë rreth e rrotull me gjëmbaç. Mos të kenë kafshët se ku ta kafshojnë. Kuptuat? Dhelpra sidomos që ka qef mishin e I Riçit. Tashi, dëgjojmë edukatoren. T'ju pyes edukatorja, pra, Amari tha, e ka trupin të mbuluar me gjëmba, gjithë trupin. Pse? Sepse ato I ka si mbrojtje ato gjëmbat. Mirë po, kujdes, ka këmbë të shkurtra. I ka këmbët shumë të shkurtra, të vogla. Dhe bëhet rrumullak si një top kur do të mbrohet, Bravo, I ka të shkurtra dhe bëhet rrumullak kur do të mbrohet. Dëgjojmë me edukatoren tash. Tani, me edukatoren do të kërkojmë edhe të fillojmë me edukatoren të mësojmë vjershën. Tani, do ta recitoj edhe një herë edukatorja, do ta recitojmë së bashku, mirë? Neve kemi një I Riç, rrumullak e shkurta biç. Ai mblidhet si një top, zë I hidhet hop, hop, hop. Ai është gjëmba, që nga koka gjerte këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë I hidhet hop, hop, hop. Tani, dëgjojmë edukatorin pse thot rrumullak me gjëmba, po ta shkelim të dhëm këmba. Të dhëm këmba sepse me një herë ai si mbrojtje lëshon gjëmbat nga trupi I tij dhe I ngul ke mishi jon po ta prekim. Prandaj ato I ka si heshta mbrojtëse. Kuptuat? Po të keq edukator, ke qef mishin e I Riçit. Tani, e fillojmë të gjithë bashkë me edukatoren? Po, është I mirë, po është gjynof të ham. Tash I vazhdojmë me edukatoren? 1, 2, 3. Neve kemi një I Riç, rrumullak e shkurta biç. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet hop, hop, hop. Ai është gjëmba, po ta shkelësh të dhëm këmbë. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet hop, hop, hop. Tani, e recitojmë gjithë së bashku, po dua të dëgjoj zërat tuaj më shumë. Fillojmë me edukatoren nga fillimi I vjershën? 1, 2, 3, fillojmë. Neve kemi një I Riç, rrumullak e shkurta biç. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet hop, hop, hop. O I Riç, o gjëmba, po ta shkelësh të dhëm këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet hop, hop, hop. Hantiani, fillojmë bashkë me edukatoren. Neve kemi një I Riç, rrumullak e shkurta biç. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet hop, hop, hop. Ai është gjëmba,
Po ta prekësh të dhëm këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet, hop, hop. Bravo Tiani, përplasim duart për Tianin. Bravo. Një fëmijë tjetër, hajde Amelia, pastaj bëhet gati Rajla. Fillojmë tash me edukatorin. Neve kemi Grizërin. Neve kemi një i riq, rumbullak e shkurta biq. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet, hop, hop, hop. Ai është gjëmba, gjëmba. Po ta shkelësh të dhëm këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet, hop, hop, hop. Bravo. Kush tjetër vjen tash ta recitoj ke edukatori? Rajla, hajde ke edukatorja. Grizërin fort. Fillo Rajla. Neve një Grizërin. Rumbo shkurta biq. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet, hop, hop, hop. Ai është gjëmba, gjëmba. Qënga. Po ta shkelësh të dhëm këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet, hop, hop, hop. Mirë, bravo, vetëm Grizërin. Kush tjetër vjen edukatore të recitoj? Amari, hajde ke edukatorja. Vetëm Grizërin fort. Fillo. Neve kemi një i riq, rumbullak e shkurta biq. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet, hop, hop, hop. Ai është gjëmba, gjëmba. Po ta shkelësh të dhëm këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet, hop, hop, hop. Bravo Amari, bravo. Kush tjetër vjen? Perla? Hajde Medina, hajde ke edukatorja, prit, pastaj bëhet gati Perla. Filloj me edukatorin. Neve kemi, Grizërin fort. Neve kemi një i riq, rumbullak e shkurta biq. Grizërin. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet, hop, hop, hop. Ai është gjëmba, gjëmba. Po ta shkelim të dhëm këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet, hop, hop, hop. Bravo dhe Medina, bravo. Hajde Perla, hajde ke edukatorja. Vetëm Grizërin. Fillojmë. Neve kemi një i riq, rumbullak e shkurta biq. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet, hop, hop, hop. Ai është gjëmba, gjëmba. Grizërin. Po ta shkelim të dhëm këmba. Po ta ngasim pak me shkop, zë e hidhet, hop, hop, hop. Bravo dhe Perla. Plasim duart dhe për Perlan. Kush tjetër do vinte? Hajde Gjoeli, Gjoeli. Hajde ke edukatorja. Filloj me edukatorin, vetëm Grizërin. Neve kemi një i riq, rumbullak e shkurta biq. Shkurta biq. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet, top, top, top. Hop, ashtu. Ai është gjëmba, gjëmba. Po ta ngasim të dhëm këmba. Po ta prekim pak me shkop, zë e hidhet, hop, hop, hop. Hop, hop. Bravo, bravo Gjoeli. Hajde Doni vogël. Neve kemi, që kishë ka goja, neve kemi një i riq, lumbullak e shkurta biq. Ai mblidhet si një top, zë e hidhet, hop, hop, hop.
Ai është gjëmba. Grizërin. Po ta skelësh? Po ta skelim? Të dhëm këmba. Po ta prekim? Pak me shkop? Zë i hidhet? Hop. Bravo dhe Doni. Alea, hajde ki edukatorja. Fillojmë vjershën, neve kemi grizërin. Neve kemi një i rish. Rumbullak. E shkurta biç. Ai mblidhet si një top. Zë i hidhet. Hop. Ai është gjëmba. Vazhdo. Po ta prekim, po ta shkelim, të dhëm këmba. Po ta ngasim, pak me shkop. Zë i hidhet. Bravo, mirë. Fillojmë. Neve kemi një i riq. Shiko ke edukatore, një i riq. Rumbullak. E shkurta biç. Ai mblidhet si një top. Zë i hidhet. Hop. Ai është fort. Neve kemi një i riq. Rumbullak. E shkurta biç. Ai mblidhet. Thuaj ai mblidhet. Si një top. Zë i hidhet. Bravo. Ai është gjëmba. Po ta shkelim, të dhëm këmba. Po ta ngasim, pak me shkop. Zë i hidhet. Hop. Bravo edukatore. Anajdi, fillojmë vjershën. Neve kemi Gjoeli Rimir. Neve kemi një i riq. Rumbullak. E shkurta biç. Thuaj edukatës, rumbullak. E shkurta biç. Ai mblidhet si një top. Zë i hidhet. Hop. Ai është gjëmba. Po ta ngasim, po ta shkelim, të dhëm këmba. Po ta ngasim, pak me shkop. Grizërin, pak me shkop. Zë i hidhet. Hop. Bravo, Anajdi, mirë. Neve kemi një i riq. Rumbullak e shkurta biç. Ai mblidhet si një top. Zë i hidhet. Hop. Ai është gjëmba. Po ta shkelim, të dhëm këmba. Po ta ngasim,